Vëllezër e motra, dua para jush të adresoj edhe një shqetësim. Ka akoma në mesin ton, që pa vetëdijshëm i shërbejnë agjendave ruso-serbe, në marrëdhënie ndërshqiptare dhe ndjellin ndasi duke shpërndar propagandën dashakeqe pa qenë fare të vetëdijshëm që po i shërbejnë Beogradit dhe Moskës. Liria e Kosovës nuk është arenë për politika individuale, partijake dhe zgjedhore. Liria e Kosovës nuk është fushë pjellore për ndasi ndërshqiptare. Dashur shqiptarët e mi, ne duhet të bashkohemi, ne duhet të bëhemi bashkë, ashtu si që bashkuam për Kosovën Republikë, për Shqipërinë demokratike në NATO dhe në Bashkimin Evropian, për shqiptarët e barabartë në një Maqedoni euroatlantike, për të drejtat e shqiptarëve në Luginë e Maltëzi. Ashtu duhet të bashkohemi edhe për lirinë e çlirimtarëve dhe dinjitetin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Vëllezër e motra, edhe një herë, nga zemra, respekt në përjetësi, nënës Shqipëri. Edhe unë jam UÇK. Faleminderit për pranimin tuaj.